إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lasit mirë. Me mendu për krijesat e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ajetet e tina, do me mendu për ata që ka kriju Allah subhanahu wa taala. Edhe me mendu për sa i përsosën është shariati i Allahut subhanahu wa taala. Është prej gjanave që ja shton besimtarit besimin, ja shton imanin, edhe ja shton edhe ja forcon bindjen në Allahun subhanahu wa taala. Ja forcon bindjen në Allahun subhanahu wa taala. Edhe me mendu për madhështinë e krijesave të Allahut subhanahu wa taala. E si Allah subhanahu sa bukur i ka kriju ato. Këtë to tregojnë për madhështinë e krijuesit subhanahu wa taala, për madhështinë e krijuesit Allahut subhanahu wa taala. Dhe ata se në çfarë mënyrë të bukur sa të mirë i ka kriju Allah subhanahu wa taala gjërat që i ka kriju subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Ka thënë vërtet në krijimin e qiellit dhe tokës, edhe në ndryshimin e natës edhe ditës, ka ajete, ka argumente për ata të cilët mendojnë, për ata të cilët janë zotë e mendjes, që kanë logjik dhe logjikojnë e zotrojnë mendjen e tyre. E prej krijesave më të mëdha të Allahut subhanahu wa taala është kursiji i Allahut subhanahu wa taala. Është kursiji i Allahut subhanahu wa taala. Ku Allahu subhanahu wa taala ka thënë për ta, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kursija e tij thot i ka përfshi qiejt edhe tokën. Kursija e Allahut subhanahu wa taala i ka përfshi qiejt edhe tokën. Edhe Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhuma kur ka përmend kursinë e Allahut azza wa jall, ka thënë që është vendosja e këmbëve të Allahut subhanahu wa taala. Këmbëvendosja e dy këmbëve të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë që arshi nuk mundet mu përshkru në madhështinë e tij. Arshi nuk mundet mu përshkru në madhështinë e tij. Dhe me këtë emër, me emër të kursisë, Allahu subhanahu wa taala e ka quajt ose ashtu është quajtur ajeti më i madh në librin e Allahut subhanahu wa taala. Ajeti më i madh në librin e Allahut subhanahu wa taala është quajt ajeti i kursisë. Se Ubej ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu, që hadithin që është në Sahih Muslimit, ka treguar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ja Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam. Ka thonë o Abul Mundhir, sa ka pas kunjen Abul Mundhir. Ka thonë, a din ka thonë cili ajet pe librit Allah subhanahu wa taala është më i madhi? Cili ajet pe librit Allah subhanahu wa taala është më i madhi? Qale qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ka thonë kam thonë Allahu edhe rasuli i tij e din më së miri. Se sahabit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ilmin e kanë kthyr te Allahu dhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk kanë nxitu me thonë Allahun e di, unë e kam dëgju, unë e kam fashti, jo. Ka thonë Allahu wa rasuluhu a'lam gjithmonë. Allahu edhe i dërguari i tij e din më së miri. Ja kanë kthyr gjithmonë ditorin te baza atyne.
Te baza e saj, që është libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Posa çështë sa kanë pas gjallë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë nxitu, me dhon fetva, nuk kanë nxitu, me dhon mendime pe mendjes tyne. Por gjithmonë janë kthy te Allahu, edhe kanë nxitu mu kthy te Allahu subhanahu wa taala, edhe te pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ja Abul Mundhir, atadri ayu ayati min kitabillahi ma'aka a'zam, ka thonë, o Abul Mundhir, prapi ka thonë, a din cili ajet të për librit të Allahut që e ki me vete është më e madhe, thotë që e din ti e mon men. Qultu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Thotë kam thonë, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Thotë, atëherë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, fa daraba fi sadri wa qal wallahi la yahnika al-ilmu ya Abul Mundhir. Ka thonë, thotë më ka godit në gjoks pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, të lumt ka thonë dituria o Abul Mundhir, thotë dituria se ky ajet që është në librin e Allahut subhanahu wa taala, ajetul kursi, është ajeti më i madh në librin e Allahut subhanahu wa taala. Është ajeti më i madh në librin e Allahut azza wa jall. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtet, hadithin e Abu Hurairas radhiyallahu taala anhu, ka treguar që kur shejtani ka thënë Abu Hurairas që kur bish me flajt, nëse lexon ajetul kursin, Allahu subhanahu wa taala do të vazhdon me pas një roje ndaj teje që trun ty deri në sabah, derisa zgjohesh. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vërtetuar këtë, thotë që është e vërtetë kjo. Për sa ajeti më i madh edhe është mbrojtje për besimtarin. Bile ka në një hadith ka thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që në mes robit edhe hyrjes në xhennet, thotë ai që lexon surën e ajetul kursin mas çdo namazi, thotë mes ti edhe xhenetit është vetëm vdekja. Mes ti edhe xhenetit është vetëm vdekja. Dhe nëse lexon ti ajetul kursin, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, mas namazave farz, mes te edhe vdekjes, mes te edhe xhenetit është vetëm vdekja. Është vetëm vdekja, ajo që të pengon ty më fut në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. E tani thot, nëse kursia e Allahut subhanahu wa taala është kështu, kursia e Allahut subhanahu wa taala është kështu, edhe e ka këtë madhështi kaq të madhe, edhe i ka përshkru kursia e Allahut 7 qiejt, edhe 7 tokat, dhe dinë thot arshi i Allahut subhanahu wa taala, arshi i Allahut subhanahu wa taala, me të cilën është ngrit, mbi të cilën është ngrit Allahu subhanahu wa taala, është më i madh. Arshi i Allahut është edhe më i madh. E Allahu thot froni i Allahut, arshi i Allahut subhanahu wa taala është edhe më i madh. Allahu ka thonë në librin e tij, ka thonë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahmani është ngritur mbi arsh. Është ngritur mbi arsh. Ar-Rahman është një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala. Për emrin më të madh të Allahut. Ar-Rahman do thotë ai që ka rahmetin më të madh. Rahmeti i cilit ka përfshi çdo gjë. Rahmeti i cilit thotë është i papërshkrueshëm subhanahu wa taala. Ai që ka rahmetin më të madh dhe e ka marrë një prej emrave të tij që është Ar-Rahman, do thotë që çat shumë është ka egzagerim tepër të madh në rahmetin e tij. Ky subhanahu wa taala është i ngritur mbi arsh. Çish është i ngritur ashtu siç i takon atij subhanahu wa taala, na nuk e dim. Edhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'." Është ai i cili ka kriju tokën, i ka kriju qiejt dhe tokën në 6 ditë, thotë arshi i tij ka qenë mbi ujë. Arshi i tij ka qenë mbi ujë. Allah i ka kriju qiejt dhe tokën në 6 ditë. 6 ditë do të thonë 6 ditë ashtu si nuk do të thonë jo se ditë tona, po aq sa don Allah subhanahu wa taala, ditë periudha kohore të qëllimi, se ka ditë e Allah subhanahu wa taala që vlen sa 50000 vjet, ka ditë që është sa 1000 vjet, sa don Allah subhanahu wa taala, ditat e Allah është subhanahu wa taala. Ka ditë ndoshta thotë sa një moment kur don Allah subhanahu wa taala. Mirë, po Allah subhanahu wa taala i ka kriju qiejt dhe tokën në 6 ditë dhe arshi i Allahut ka qenë mbi ujë. Edhe Allahu subhanahu wa taala e ka përmend disa herë në librin e tij arshin e tij. Disa herë në librin e tij e ka përmend arshin e tij. Edhe e ka përmend që
është madhështor. Ka thonë subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa hua rabbul arshil azim. Allah është ai që është la ilaha illa hua, nuk ka të meriton që meriton të adhurohet për veshti, është Zoti, pronari i arshit madhështor. Allah është pronari i arshit madhështor subhanahu wa ta'ala. Edhe po ashtu Allah subhanahu wa ta'ala ka përshkru arshin si kerim, thot bujar, gjymërt. Ka thonë, fata'ala Allahu al-maliku al-haq, la ilaha illa hua rabbul arshil kerim. Thot, edhe i lartësuar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, i cili është mbreti, edhe sunduesi, edhe i vërteti, thot. Patmeta është ai, është la ilaha illa hu. La ilaha illa hua rabbul arshil kerim, thot. Ai është i cili meriton të adhurohet vetëm ai subhanahu wa ta'ala, edhe është Zoti i arshit arshit do më thonë të bereqetshëm, arshit i cili është i gjymërt, i begat shumë prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ka kallzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për madhështinë e arshit. Kështu hadithi që ka përmend Ibn Hibbani, edhe e ka prej Ebu Dharrit radiallahu anhu, Jundub ibn Junada radiallahu ta'ala anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ja Aba Dharr, mas samawatu as-sab' ma'a al-kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi falat. Wa fadlu al-arshi 'ala al-kursi ka fadli al-falati 'ala al-halqa. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadithi ka thonë Ebu Dharrit radiallahu ta'ala anhu, ka thonë, o Ebu Dharr, ka thonë, qiejt edhe toka, në krahasim me arshin e Allahut subhanahu wa ta'ala, në krahasim thot me arshin e Allahut azza wa jall, thot nuk janë gjë tjetër përveç si një unaz që hidhet në tokë, në shkretir. Si një unaz, e merr një unaz, e gjun shkretin. Ku krahasohet unaza me shkretinën? Unaza është shumë e vogël, shkretina shumë e madhe. Toka e qiejt, këtë qiejt që janë, edhe toka, në krahasim me arshin është sikur që kjo unaz, në krahasim me kursin. Janë sikur se kjo unaz, në krahasim me tokën. Në krahasim me qatë tokën e madhe. Se qashtë vogle janë qiejt, edhe toka në krahasim me kursin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot madhështia e arshit ndaj kursisë është sikur sa madhështia e kursisë ndaj qiejve dhe tokës. Çaq e madhe. E robi do të me mendu gjithmonë për madhështinë e krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe do të me mendu se si Allahu subhanahu wa ta'ala i krijon senet, edhe do të me mendu shumë për krijimin e Allahut, që mi ushtu edhe ma shumë bindja në Allahun subhanahu wa ta'ala dhe mi ushtu edhe shumë besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Unë gjithmonë çuditna me disa njerëz që studiojnë, e mësojnë, për shembull, dikush prej tyre mëson fizik, dikush prej tyre mëson biologji, mëson mjekësi, e sheh krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, e sheh që një molekule vetme është sikurse një galaktik në veti. Çfarë shumë ka senet në to, sa një galaktik në veti. Një qelizë vetme brenda molekulës është si një botë në vete. O tani po zbulojnë që edhe atomin vetvete është si një botë në vetvete. E veç në trupin e njerëzit miliarda molekule ka. Miliarda. E ti çka je? Ti që të ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala për atyne, edhe ti duhet veta dikushje, sana ti si e kërkushje. Në krijimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, çfarë madhështie ka bëu Allahu subhanahu, çfarë krijimi ka bëu Allahu subhanahu wa ta'ala. E prap njerëzit nuk besojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Prap njerëzit largohen prej bindjes në Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk mendojnë për krijimin e Allahut azza wa jall. E arshi po ashtu është si kulmi i krijesave. Kulmi i krijesave. Shka në hadithën e Abu Hurairës radhiyallahu anhu që është në Sahih Buhariut, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë fa idha sa'altumullaha fasaluhu al-firdaus fa innahu awsatu al-janna wa a'la al-janna
wa fawqahu arshur rahman wa minhu tafajjaru anharul janna. Thon kur të lutni Allahun subhanahu wa taala, kur ti kërkoni diçka Allahut, lypjani Firdausin. Lypjani Firdausin. Nga se ai është xheneti i mesëm. Mesi xheneti i mesëm. Edhe xheneti më i lartë. Thot, edhe xheneti i mesëm, edhe xheneti më i lartë. E mbi të thot është arshi i Allah i Rahmanit subhanahu wa taala. E prej tij thot shpërthejnë lumejt e xhenetit. Prej tij shpërthejnë lumejt gufojnë, do thot prej tij gufojnë lumejt e xhenetit. E kjo çish mund kuptohet? Mund kuptohet se xheneti i Allahut subhanahu wa taala është në formë të kupollës, kubës. Nga se çish mund të paramendu një sen që është edhe në mes edhe mas nalti, si kupolla, kubja. Në maja e saj është mesi edhe në pjesa më e lartë. E çështo është arshi i kjo farë është Firdausi. Firdausi është si maja e kupollës. Maja e kupollës, por sa janë xhenetet tjera. Por sa xhenet është mesi i xhenetit edhe pjesa më e lartë e xhenetit. Edhe mesi i xhenetit, edhe pjesa më e lartë e xhenetit dhe prej tij gufojnë lumejt e xhenetit. Edhe është arshi Allahu subhanahu wa taala, po ashtu është krijesa më e rëndë. Është krijesa më e rëndë që ka peshën më të madhe. Çka në hadith vërtet që është nga hadithi i Juwairijës radhiyallahu ta'ala anha, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është në Sahih Muslimit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë subhanallahi wa bihamdihi, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Se Juwairija radhiyallahu anha u kon gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej nanave tona, një prej nanave besimtarëve radhiyallahu ta'ala anha. Ka thonë një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që ka bë për mas sabahit e ka përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kam thonë do fjalë që në më të dëshmën siç ato që i ka thonë ti. Çka ka thonë? Ka thonë, kam thonë subhanallahu bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Thonë subhanallahi wa bihamdi, thotë Allahu qoftë është i pastër. Allah është i pastër nga çdo e keqe. Edhe njëkohësisht ne e falenderojmë atë dhe ai i takon hamdi i tij. Hamdi Allah subhanahu wa taala. Thotë ne e pastrojmë Allahun subhanahu wa taala duke e bërë hamd, duke e falendëruar Allahun subhanahu wa taala. E pastrojmë Allahun subhanahu wa taala edhe e lavdërojmë Allahun njëkohësisht. Sa herë thotë është patmeta, edhe falenderohet për robët e tij dhe bëhet hamd për robët e tij dhe krijesave të tij, thotë aq sa ka krijesa. Edhe derisa të kënaqet ai me vetveten e tij. Edhe aq sa është i rënd arshi i tij. Edhe aq sa janë të shumta fjalët e tij, ose janë të shumta lapsat apo ngjyra me të cilat shkruajnë fjalët e tij, që s'ka mbarim subhanahu wa taala. Nuk ka mbarim. Kjo e as arshi Allah subhanahu wa taala është gjëja më e rëndë. Gjëja më e rëndë. E këtu thotë robi do të mendu për këtë sen, sa krijesë e madhe Allah subhanahu wa taala është kjo, dhe e dina që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kallëzuar që kur Sa'd ibn Muadh radhiyallahu anhu ka vdek, është dridh arshi Allah subhanahu wa taala për ta. Është dridh arshi Allah subhanahu wa taala për atë për vdekjen e një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një prej të dashurve të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe Ibn Taymija rahimahullah për këtë hadithin e Juwairijës radhiyallahu ta'ala anha, ka thënë që kjo tregon që arshi Allah subhanahu wa taala është krijesa më e rëndë e Allahut subhanahu wa taala, krijesa me peshën më të rëndë te Allahu subhanahu wa taala. Arshit Allahu subhanahu wa taala i ka bë shtylla në të cilat qëndron ai, apo këmbë apo shtylla në të cilat qëndron ai. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që është hadith në Buhari dhe Muslim nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, çka thënë la tukhayyiruni ala Musa fa inna an-nasa yas'aqun fa akunu awwala man yufiq fa idha Musa batishun bi janibi al-arshi fala adri.
e kana fi man sa'iqa wa fa afaqa qabli au kana mimman stathna Allah. Mos më lavdroni, mos më ngritni pozitë mbi Musa alayhi salatu wassalam. Nga se njerëzit thot ditën e kiametit, thot i rrok goditja edhe Alivanosën thot. Dhe thot unë jam i pari thot që qohem, ngritem, kthjellem. Thot edhe thot e shoh thot Musa alayhis salam thot që e kap thot me dorë një pjesë të arshit të Allahut subhanahu wa taala. Një thot mbajtëse të arshit të Allahut subhanahu wa taala. Thot e nuk e di thot a ka qenë Musa prej atyre që janë Alivanos para meje dhe është zgju, apo prej atyre që Allah subhanahu wa taala i ka përjashtuar dhe s'ka pas nevojë me bë këtë punë fare. Është prej atyre që Allah subhanahu wa taala thot ka pas përjashtim për ta, që nuk i godet kë thot që të Alivanos çdo kush që është në qiell dhe në tokë. E kjo është thot për Musa alayhis salam. Mirë po këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë ka thonë këtë fjalë ose ka thonë mos më lavdroni pa ashtu, mos më ngritni për te Yunus ibn Matta apo diku tjetër që thot kur pejgamberi sallallahu ka treguar që mos më ngrit mbi pejgamberët e Allahut, kjo çka kanë thonë dietarët ka qenë para se me ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është njeriu më i mirë. Që është njeriu dhe krijesa më e dashur Allah subhanahu wa taala. E kur e ka marrë vesh këtë punë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka treguar Allah subhanahu wa taala, pastaj ka thonë ana sayyidu bani adama wala fakhr. Unë jam biri, unë jam zotriu bijve të Ademit, thotë edhe nuk lavdërohem me këtë punë. Mirë po, kjo është me ditë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është zotriu këtë bijve të Ademit. Edhe ka pozitën më të lartë të Allahut subhanahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë këto ka thonë pejgamberi sallallahu para se me ditë pozitën e tij. E pejgamberi sallallahu te Allahu e ka pozitën më të lartë se krejt pejgamberët e Allahut, më të lartë se Musa, më të lartë se Ibrahimi, më të lartë se Yunus ibn Matta, më të lartë se krejt pejgamberët e Allahut alayhimus salatu wassalam. Mirë po, na thot japin krejt pejgamberët e Allahut pozitën e tyre. Krejt japin pozitën dhe besojmë në çdo pejgamber të Allahut subhanahu taala, nuk bën me shpreh mosbesim në asnjë ndaj pejgamberëve të Allahut subhanahu taala. Mirë po, njëkohësisht duhet me ditë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më i miri i pejgamberëve të Allahut, edhe është vula e pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala. E Allahu subhanahu wa taala ka lënë melaçe të cilat e mbajnë arshin e Allahut azza wa jall. Që mbajnë arshin e Allahut azza wa jall. Ka thonë Allah subhanahu wa taala wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Edhe atë ditë thot arshin e Allahut e mbajnë mbi vete tet. Tet, do të thonë janë 8 melaçe, madhështinë të cilëve nuk e din askush tjetër përveç se Allahu subhanahu wa taala. Çka thon Allah subhanahu wa taala, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Ata të cilët e bartin arshin. Edhe ata të cilët janë përreth tij, përreth arshit të Allah subhanahu wa taala. E bojnë tasbih Allahun subhanahu wa taala edhe falenderojnë ata. E bojnë tasbih, do të thonë subhanallah, edhe bojnë hamd Allahun subhanahu duke bërë hamd Allahun subhanahu wa taala. Edhe besojnë Allahun. Edhe çka tjetër thotë? Wa yastaghfiruna lilladhina amanu. Edhe bojnë istighfar për besimtarët. To melaçet Allah subhanahu wa taala. Kaq madhështore. Që e bartin në arshin e Allahut azza wa jall. Që kanë janë krijesa aq mëdha sa që në hadith që është hadithi i Xhabirit radhiyallahu ta'ala anhu, që është në sunen të Abu Dawudit, që Sheikh Albani ka bërë sahih, që ka thonë pejgamberi se më dëgjon këtë hadith. Ka thonë udhina li an uhadditha an malakin min malaikati Allahi min hamalati al-arsh. Innama bayna shuhmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 am. Ka thonë, më është dhënë leje, më ka dhënë izë, më ka dhënë leje Allah subhanahu wa taala. O gjumosha çona. Ka thonë, më ka dhënë Allah leje. Mi u kallëzu ka dhënë për 2 melaçet Allah subhanahu wa taala. Jo, më fal. Ka thonë, më ka dhënë Allah leje
të më është dhënë leje, mi u tregu për një melaçe, një prej engjëjve, prej melaçeve që e bartin arshin Allah subhanahu taala. Thot, në mes thot, qisoj pjesët veshit të ati, me lëshë, që kjo pjesë, shpithojnë qaj shqipë, punë për veshë, shpithojnë janë thënë, deri të krahu i ti, shpatlla atina, është sa me kaleru thët 100 vjetë. Kjo vesh një për melaçeve që e bajtë shumë arshën Allah subhanahu taala. Një për melaçeve që e bartin arshën Allah subhanahu taala. Çfarë madhështia. Sa melek i madh kjo. E çto melaçe, këto melajke, këto engjëjt Allah subhanahu taala, e bojnë hamd Allah subhanahu taala, lëvdrojnë këtë kohën Allah subhanahu taala, edhe bojnë istighfar për besimtarët. Kërkojnë Allah subhanahu taala falje për besimtarët. Subhanallah. Ata na dojnë neve. Na dojnë me laçet Allah subhanahu taala neve. Edhe bojnë istighfar për neve. Allah na bëf me kam besimtar të vërtet. Se ata do thotë bojnë me laçet e Allah subhanahu taala bojnë thotë dua për besimtarët, edhe lutën për besimtarët, e çto me laçe ka të moja thotë yani është besimtari thotë nuk mund përveç se mi ushtu besimin në Allah subhanahu taala kur ti din këto argumente ka të moja të Allahut azza wa jall. Prej gjërave që Allah subhanahu taala ka veçuar me të arshin e tij, është se ka prej gjërave thotë që Allah ka veçuar arshin e tij se e ka shkruar Allahu subhanahu wa taala një marrëveshje me thonë çështë. Edhe e ka lënë atë marrëveshje, ja ka bë vetës Allah subhanahu wa taala marrëveshje. Allahu ja ka bën një marrëveshje vetvetes. Subhanahu wa taala. Allahu ja ka bën një marrëveshje vetvetes. Edhe e ka lënë mbi arshin e tij. Çka thon hadithi, është në hadith në Sahih Buhariut nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha kataba kitaban qabla an yakhluqa al-khalq. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Fa huwa maktubun 'indahu fawqa al-'arsh." Allahu thot e ka shkruar një libër, thot. E ka shkruar një libër, të ka bën një marrëveshje vetvetes ja ka shkruar Allahu subhanahu wa taala. Para se mi kriju krijesat, para se ti krijoj Allahu subhanahu wa taala krijesat. Edhe ka thonë, rahmeti jam, mëshira ime, është para e kalon do thot hidhrimin tim. Rahmeti Allah subhanahu wa taala e mund hidhrimin Allah subhanahu wa taala, hidhrimin Allah subhanahu wa taala. Fa huwa maktubun 'indahu fawqa al-'arsh. Kjo marrëveshje Allah subhanahu wa taala është i shkruar për mjarshin Allah subhanahu wa taala. Taja është te Allah subhanahu wa taala është i shkruar. Po rahmeti Allah subhanahu wa taala është para hidhrimit të Allah subhanahu wa taala. Edhe robi gjithmonë do të me pas mendim të mirë për Zotin e vet. Gjithmonë do të me pas mendim të mirë për Zotin e vet. Gjithmonë do të me prit rahmetin e Allah subhanahu wa taala. Edhe gjithmonë do të më bëj rahmet shumë me robët e Allah subhanahu wa taala. Më bëj rahmet shumë, më bëj i mëshirshëm me robët e Allahut azza wa jall, nga se ai është për me cilën është veçuar Allahu subhanahu wa taala. Ti duhet më mundu thot mi praktiku emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu. Prej gjërave që duhet besimtari mi pas kur flet për shkak për emrat dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala, është se më mundu që mi mësu ato edhe mi praktiku ato. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman. Men ahsaha dakhala al-janna. Ka thënë Allahu t'i takojnë 99 emra. Kush i përmbledh ato thot do të futet në xhennet. Thot 99 emra për emrave të Allahut, se Allahu ka dhe më shumë se 99 emra. Mi po 99 emra të Allahut, nëse ti i përfshin, do të futesh në xhennet. E çfarë do të nënkupton përfshirja e emrave të Allahut subhanahu wa taala është me ditë mas pari emrat e Allahut, me ditë emrin e Allahut, me mojt men emrin e Allahut, edhe masi të dish emrin e Allahut, me praktiku emrin e Allahut. Për shembull,
emri Allahu subhanahu wa taala Ar-Rahman. E ke mësuar që të emrin të Allahut, Ar-Rahman. Pastaj Ar-Rahman e din që kuptimi i tij është ka rahmet, Allahu ka rahmet shumë të madh subhanahu wa taala. Ka rahmet shumë të madh. Masi të dish këto, i bën rahmet rob të Allahut. I bën rahmet rob të Allahut. I bësh i mëshirshëm ndaj robëve të Allahut subhanahu wa taala, edhe nëse flan dikush ndërs nuk e rrej, po i thu veç çova, thu rrerat ose çu pije do ujë ose diçka ashtu. Tani, prej cilësive të arshit Allahu subhanahu wa taala, pe sifateve të arshit Allahu subhanahu wa taala është që Allahu subhanahu wa taala i ka bën shpirtat e shahidëve. Thot që mu shëtit me ec. Edhe në fund thot mu vendos në kandila thot në kandila që janë të lidhura për arshin e Allahut subhanahu wa taala. Muslimi transmeton nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhum që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për shahidat ata që desin duke pas qëllim që fjala e Allahut të jetë më e larta. Ka thonë arwahuhum fi jawfi tayrin khudr laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh tasrahu min al jannati haythu sha'at thumma ta'wi ila tilka al qanadil. Allahu thot i ka bë shpirtat e shahidave në brendi të zogjve të gjelbërt. Thot i ka bë shpirtat ju ka jap trup shpirtave të shahidave, trupi i tyre në xhennet, derisa thot kjo është para se të futen në xhennet, në kohën e barzakhit, mes vdekjes edhe ditës kiametit. Thot janë në brendi të këtyre zogjve të gjelbërt. Ata thot kanë si kandila, sikur varse, që janë të varura për arshin e Allahut subhanahu wa taala. Shëtitën thot në xhennet ka të dojnë, pastaj thot kthehen te ata kandila. Kthehen te ata vende, thot ato varse, të cilat janë te kandilat te kandilat e arshit. Subhan kjo pjesë cilësive të arshit Allahut subhanahu wa taala. Prandaj thot besimtari duhet me pas besim tamam që është në sifatet e Allahut subhanahu wa taala. Edhe duhet me ditë që jo vetëm ky sifati i Allahut subhanahu, sifati i arshit, edhe ngritjes Allahut mbi arsh, por gjitha sifatet e tij duhet mi besu ashtu siç i takon Allahut subhanahu wa taala. Çka thon Allahu subhanahu wa taala, "Leysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Asgjë nuk është sikur ai. Subhanahu wa taala. Mirë, edhe ai thot është as-sami' al-basir, thot ai që dëgjon shumë edhe shikon shumë subhanahu wa taala. Thot asnjë sa nuk është si Allahu subhanahu wa taala. E njëkohësisht Allahu është ai që dëgjon shumë edhe shikon shumë. Thot Allahu dëgjon çdo gjë, shikon çdo gjë, e njëkohësisht nuk është asgjë si ai subhanahu wa taala. Prandaj Allahun nuk bën me krahasu me robët e tina. Mirë, po duhet me besu në sifatet e tij. Duhet me besu në sifatet e Allahut subhanahu wa taala, me besu që ato janë çashtu siç na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pa i përgjasu me robët e tij, pa i përgjasu me krijesat edhe pa jep forma, nga se na nuk e dim Allahu subhanahu wa taala. Fala tadribu lillahi al-amthal, mos i japni shembuj Allahu subhanahu wa taala, mos japni shembuj për Allahu subhanahu wa taala, se nuk dini subhanahu wa taala. Na nuk i dim vetën tona nuk i dim tamam, e flasim për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po dim ashtu që na ka kallëzu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç kur është pyet për shembull kur është pyet Imam Maliku rahimahullah, ka thonë, njëri ka thonë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, kayfa istawa? Thonë Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, thotë Rahmani është ngritur mbi arsh. Çish është ngrit mbi arsh? E Imam Maliku rahimahullah është i dhënë shumë se ja ka bërë pyetje. Pse më bën këtë pyetje të çuditshme? Ka thonë al-istiwa'u ma'lum, ka thonë istiwa do të thonë është gjë e ditur, gjë e ditur në gjuhën arabe thotë më ngrit dikush mbi diçka thonë. Wal kayfu majhul, edhe forma çysh, na nuk e dinan formën çysh.
Ol imanu bihi wajib, thot edhe është wajib me besun ta. O sualu anhu bid'a, me pyet në ta, me çysh është bid'a. Çysh ngrit Allah, se dina është ngrit. A dhe Allah e din mas mire subhanahu wa taala. Nuk ka ndaka. Ty te Allah ta ka bë obligim me besu. Çysh Allah e din mas mire. Thot na ecëm, gjarpën e ec, peshku ec, luani ec. Se cili ec në formën e vet. Lëviz, mos më thon lëviz. Njeriu ec lëviz me këmbë, kë gjarpën e zvarritet, peshku noton. Se cili lëvizën pikës A dhe pikën B. Se cili ka sifatet e veta, formën e veta çysh lëvizën. E çysh është Allah subhanahu wa taala, veç Allah edhe subhanahu wa taala. Na nuk e dim, po besojna në lëvizje. Besojna në istiva, ngritur është Allah subhanahu wa taala. Kjo është ajo që besojmë. Qysh? Allah dhe mas mire, s'na ka lënë Allah subhanahu wa taala me besu, me pyet për këtë punë. Do të me besu. Çka thon Imam Auza'i rahimahullah, thon kunna wattabi'una mutawafirun, naqul inna Allah azza wa jalla fawqa 'arshihi wa nu'minu bima waradat bihi as-sunnatu min sifatihi. Thon Imam Auza'i ka thon, thot kur kanë qenë tabiin, ata që i kanë dëgjuar sahabët kanë qenë të shumë, thot besonim edhe thonim Allah është mbi arshin e tij. A besojna ashtu që kanë ardhur, që ka ardhur sunneti prej sifateve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe Imam Ebu Hanifa rahimahullah ka thënë nuqirru bi anna Allah ta'ala ala al-arsh istawa min ghairi an yakuna lahu haja. Imam Ebu Hanifa rahimahullah ka thënë që besojna edhe vërtetojna që Allahu është ngrit mbi arshin e tij pa pas nevojë hiç ai për ta. Allah s'ka nevojë për arshin e tij subhanahu wa ta'ala, ngritër çdo gjë. Imam Maliku, ata që e para më herët, Imam Shafiu rahimahullah ka thënë al-qawlu fi as-sunnati allati ana 'alayha wa rawayta 'alayha alladhina ra'aytuhum mithla Sufyan wa Malik wa ghayrihima al-iqraru bi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa anna Allah 'ala 'arshihi fi sama'ihi. Thon Imam Shafiu rahimahullah ka thënë fjala në sunnet, në cilën jam unë, thot sunet e akide, thot që unë jam në të, thot. Edhe thot ajo në të cilën i kam pa, thot ata të cilën ishin parame si Sufjan e Thauri, Imam Maliku e tjerë, thot që me dëshmu se la ilaha illallah, që Allah është i vetmi që bën meriton ibadet. Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij dhe se Allahu është mbi arsh, mbi qejtë e tij, mbi qejtë subhanahu wa ta'ala. Imam Maliku, Imam Ahmedu ka thënë وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسية والعرش واللوح المحفوظ. Thon edhe ka thon ulemat e kanë ditë që mbi qiej, mbi 7 qiejt është kursia, edhe arshi, edhe lauh al-mahfuz, lauhi al-mahfuz. Prandaj thot besimtar duhet me pas besimin e plot në Kur'an dhe Sunet, ashtu siç ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është vetëm vllaznik mirë, thot besimi në arsh, në to që i përmend, thotë këtë vetëm një pikë me cilën ne duhet të forcohemi dhe të vazhdojmë në besimin ton, që të kemi besim më të fortë në Allahun subhanahu wa taala dhe të forcohemi në besimin ton, të besojmë Allahun subhanahu wa taala më shumë, të vërtetohemi dhe të thellohemi në besimin ton sa më shumë, që kemi bindje më të shumë në Allahun subhanahu wa taala. Me ditë që kjo dunja edhe këtë që është në të nuk është asgjë në krahasim me krijes me ata që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Se Allah është mbi krejt të robët e tij, edhe sunduesi të gjithëve subhanahu wa taala. Prandaj ti o robi Allahu subhanahu wa taala, bëhu me Allahu subhanahu wa taala, bëhu me fenë e tij, bëhu me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të jesh më i noti. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Edhe mos në çmoni vetën ju. Edhe mos u mërzitni. Nga se ju jeni më të lartë, nëse jeni besimtar. Wallahu tebaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.